Një e mitur dyshohet se përgjatë një viti I është nënshtruar dhunimit seksual nga 58 vjeçari me inicialet JPG. Ai është arrestuar më 5 prill, ndërsa policia ka bërë të ditur lajmin të martën. E në prokurorinë themelore në Prishtinë treguan se e mitura disa herë përgjatë një viti I është nënshtruar dhunimit. Organi I akuzës bëri të ditur veprimet e ndërmarra pas arrestimit të dyshuarit. Prokurori I çështjes kundër të pandehurit ka parashtruar kërkesën për caktimin e masës së paraburgimit dhe e mitura është dërguar në ekzaminim ginekologjik. E gjykata themelore në Prishtinë ka miratuar kërkesën e prokurorisë dhe ka arsyetuar masën e paraburgimit prej një muaji ndaj të dyshuarit. Nëse I pandehuri JPG lihet në liri, ekziston rreziku se I njëjti mund të pengojë rrjedhën e zhvillimit të procedurës penale duke ndikuar në dëshmitar. Mund të ndikojë dhe pengojë hetimin në të dëmtuarën e mitur. Gjithashtu, gjykata vlerëson se nëse I pandehuri gjendet në liri, ekziston rreziku I ikjes së tij. Gjykata konsideron se pesha e veprës penale është e natyrës së rëndë, andaj caktimi I masës së paraburgimit është masë e domosdoshme në këtë rast penal. Muajin e shkuar u arrestuan disa persona për dhunim të miturave. Për njërin prej viktimave ishte rasti I katërt I denoncuar në polici që nga 2022.